është kënaqësi e posaçme që të kemi sot në Tiranë në këtë vizitë të parë në vendin tonë, përfaqësuesen e lartë të Komisionit Evropian dhe zëvendës presidenten e këtij komisioni, Kaja Kallas. Mirë se erdhe në Shqipëri e dashur Kaja, dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që më në fund e mbajtje fjalën, ma kishe dhënë përpara si përfaqësuese e lartë e vendit tënd, po edhe si përfaqësuese e të gjitha vendeve tona. Kemi pasur një takim si gjithmonë shumë pozitiv, ashtu siç tha zëvendës presidentja, mes nesh dhe Bashkimit Evropian nuk ka asnjë problem apo çështje të hapur. Përkundrazi, kemi një linjëzim të plot në të gjitha aspektet, gjë që shprehet më së miri edhe në politikën e jashtme të Republikës së Shqipërisë, e cila është 100% e linjëzuar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht që kemi folur sidoqoftë për sfidën e madhe të procesit drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, për kalendarin shumë ambicios të dakordsuar me Komisionin për mbylljen e negociatave brenda vitit 2027, ashtu si kundër kemi folur edhe për rajonin dhe për problematikat në rajon, në një moment kur ne kemi të domosdoshëm unitetin dhe stabilitetin e të gjithë rajonit, ku fatmirësisht të gjitha vendet kanë synim të shpallur strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian, dhe ku ky destinacion është një pikë referimi jashtëzakonisht e dobishme dhe ndihmuese për të kuptuar edhe politikën e ditës dhe hapat që të gjithë bashku duhet hedhim në të përditshmen tonë, në mënyrë që jo thjesht secili prej nesh të antarësohet Bashkimin Evropian, por i gjithë ky rajon të bëhet pjesë organike e familjes bashkuar evropiane.